Korniza e parë shifet se kjo koloni kaq e vogël ka sjell nektar. Mbretëresha është fekunduar me sukses. Kush na tregon? Ja kolonia bos, e cila domethënë kemi konstatuar se do ndrrim të qetë. Përshëndetje shikues të nderuar të kanalit Bletëria Shqip, mirë se vini në videon e radhës, ose më saktë në pjesën e dytë të videos, në të cilën kemi bën ndarje me amzor. Kush nuk e ka pa videon mund ta shohë ku kemi bën ndarje nga një koloni e cila ka dashur të bëjë ndrrim të qetë dhe në dy korniza ka pas nga një çibuk. Ne kemi bën dy ndarje të vogla vetëm sa për fekundim të mbretëreshave. Por më shumë detale dhe se kena bën atë proces mund të ktheheni ta shihni pjesën e parë të kësaj video në kanalin tonë. Ajo video dhe ai intervenim është bën me 16 prill. Domethënë sot jemi 16 maj, fix. Domethënë një muaj. Dyllën e kam kasin dhe kam jashtëzakonisht pengesë nga dielli. Kështu që sot është radha e kontrollit të nukleuseve. Të shohim a janë fekundu ato nukleus. Më falni, të shohim a janë fekundu ato mbretëresha me sukses, si është pjellja, si është gjendja në përgjithësi e nukleusit, a duhet intervenim dhe gjitha sendet tjera me radhë. Kështu që fillimisht do ta kontrollojmë nukleusin e parë, të cilin e kemi larguar nga kolonia bazë dikon 2-3 metra, për shkak se ishte shumë ngushtë aty, kurse në vendin tjetër e kemi afër kolonisë bazë e kemi nukleusin tjetër. Të shohmi çka ka brenda në koshere. Ky është nukleusi numër 1 nëse mund t'i them. Domethënë kthehemi fiks pas një muaji. 16 prill, sot jemi data 16 maj. Nga lart shoh zbardhjet e kornizave, edhe pse ka pas shumë pak mizë. Këto kemi vendosur një ndarje, një ngushtim nëse ju kujtohet, edhe pse gjatë këtyre 30 ditëve kemi pas ditë mjaft të ftofta, sidomos gjatë natës ku janë kanë deri në 1 gradë ose 0. Dhe kjo koloni i ka mbijetu. Shohim me shumë kujdes. E di se zhurma e bletave nuk dëgjohet me mikrofon, sepse ashtu janë të tillë mikrofonat. Po ju tregoj se kolonia shumë e qetë, shumë e qetë. Kjo jep me kuptu se kemi mbretëresh. Domethënë kolonia ka mbretëresh. Dhe këtë e vërtetojmë duke po korniza një nga një. Korniza e parë shifet se kjo koloni kaq e vogël ka sjell nektar. Domethënë nuk e kemi ushqy fare. Edhe pse është dashur ndoshta ta ushqejmë, po gjë që nuk kemi pas kohë me ju thënë drejtën. Shifet nektari pastër si shkëlqen. Perfekt. Vazhdojmë kornizën e dytë. Yes. Mbretëresha është fekunduar me sukses. Kush na tregon? Vezët. Më njëherë më rënë nësi vezët. Tu kemi vezë 2 ditore ose 3 ditore. Kjo pjesa tjetër është me larva. Nuk e di a ka mundësi me kap. Ta afroj te kamera. Ndoshta fokusin nuk e kam halilin, që të më ndihmoj në incizim, por ju dëshmoj se kjo koloni pas ka sukses të madh sepse është fekunduar mbretëresha dhe nëse kemi fat ta shohim atë bukuroshe. E ka zgjeru pjellën deri këtu, pavarësisht se mungon ushqimi në këtë kornizë. Perfekt. Kthejmë si ishte. Kemi nga një gjenetik shumë e mirë dhe shumë e qetë. Kjo duket më e rëndë. Edhe këtu mbretëresha ka lëshu vezë, kjo pjella këtu është nga korniza që e kemi marrë që ka pas pjellë më hershme nga mbretëresha tjetër. Kur i kemi dhënë pjellë, këtu ka qenë domethënë pjella e mbyllur në atë kohë dhe është liru vendi dhe kemi vezë. Perfekt. Mbretëresha. Ku është mbretëresha? Ja. Mashallah. Ja mbretëresha. E zezë. Ja mbretëresha ku është. Shumë e bukur. Këto mbretëreshat e zeza, nuk e di pse i kam qef, e preka pak, është e shpejt lëvizje nga shumë reakcion të fortë. Perfekt. Nuk do të shënojmë tani.
sepse shpesh kur I shënojmë mbretëreshat e reja alivanosën dhe mund ta humbim. Do të shënojmë pasi të kalojë gjenerata e parë. Opa, edhe kjo duket në peshë. Perfekt. Perfekt. Polen mjalt. Zhvillim perfekt. Bravo. Kjo ishte nukleusi numër 1. Nuk e prekim fare, e lajmë për momentin si është kështu. Mund të ndihmoj me kornizme pjelli, po njëherë për njerë jo, sepse kjo është shtesë. Çka do që t'i bajsh për këtë vit ka mbaru çdo send. Kjo korniza ka mjaft ushqim dhe shifat se kolonia po sjell, mund ta ndihmojmë, nuk është keq, po nëse e ndihmojmë, atëherë duhet që ta ushqejmë, ose po jap një kornizën e bosh këtu. Jo. Po presim edhe pak të mbushet mirë me mizë, ma mirë. Kalojmë tek nukleusi 2 nëse mund ta quaj. Perfekt. Ja si e fitum një ndarje. Për vitin e ardhshëm kjo do të jetë për mjalt sigurt. Kjo pra është kolonia prind nga e cili kemi bërë këtë ndarje. Për shkak se kemi pas shumë ngushtësi. Edhe kjo ka zbardhu kornizat dhe duket se është e mirë. Shofim. Ka mbretëresh. Heqem pjesën e ngushtimit. Kornizën e radhës. Ushqim edhe kjo. Ushqim të freskët. Ja. Nektar, perfekt, sepse ka lulëzua bagremi. Dhe gjithë kjo ushqim vjen nga bagremi. Edhe kjo koloni duket e qetë, po të shofim. Edhe kjo kornizë është me ushqim. Vezë nuk shoh, është kornizë pak e vjetruar e cila duhet ndrohet patjetër këtë vit, du të shkrihet, kemi ushqim. Edhe nga kanë kemi ushqim. Edhe kjo është përplot me ushqim. Dhe nuk shohim vezë, kemi vetëm ushqim. Në gjitha kornizat kemi ushqim. Nektar të freskët. Dhe mëse e shoh kjo, mbretëresh ka dështuar gjatë fekundimit. Kolonia nuk bën rrahje të krahëve. Të shohim e kemi prezent mbretëreshën. Këto nuk e shoh. Edhe as nga ana tjetër nuk e shoh. Është e zezë, sikur ajo e para, prandaj është edhe vështirë për t'i pa. Do ta shpejtoj videon, do ta kontrolloj mbretëreshën, sepse kështu nuk zhurmon kolonia, nuk ka që bën rrahje të krahëve, dhe as nuk ka zhurmë në koshere mrenda. Domethënë e dini si gumëzhin, kur nuk ka mbretëreshë, kemi shpjeguar këtë në video tjetër.
Gjatë kontrollit, unë nuk arrita të shëmbretreshën, nga kornizat shifët se thuaj se gjitha janë me nektar, nuk ka element të mbretreshës, dhe ja edhe kolonia vetëm se filloi rrahjen e krahëve. Domethënë kjo koloni ka humbur mbretreshën, arsiet mund të jenë të ndryshme, nuk na interesojnë shumë, sepse nuk mund të ndryshojmë aty. Shifët se kolonia filloi të zhurmoj. Tash gjithë mendoj se jeni kurioz çfarë mund të bëjmë këtu. Dikush thot mund t'i japim një kornizë me pjellje, një ditore që të nis një mbretresh. Po e vërtet, por mbretresha del katastrofë. Sepse nuk ka kush ta ushqej, nuk ka domethënën kapacitet kjo koloni që ta ushqej mirë ato larva. Ajo çka duhet të bëjmë, mund ta bashkojmë komplet siç është kështu, t'ja vendosim sipër përmes një gazete asaj kolonie dhe ta bëjmë një superfuqi, ose eventualisht të kontrollojmë kolonien në bazë, mos vallë ka krijuar ndonjë çibuk tjetër dhe mund t'ja japim. Kështu që punën e parë po e bëjmë këtë, ta kontrollojmë edhe një herë kolonien në bazë, nëse kemi ndonjë çibuk, do t'ja vendosim këtu në mes. Nëse nuk kemi, atëherë mund t'i japim ndonjë çibuk nga ndonjë koloni tjetër, sidomos një çibuk të mbyllur, ose thjesht ta bashkojmë me atë. Kontrollojmë kolonien prind edhe një herë. Ja edhe domethënë filloi vetëm se rrahjen e krahave, kolonia domethënë në mënyrë intensive. Kjo jep me kuptues se definitivisht ka mungesë të mbretreshës. Po ashtu nëse mund të më vërejt edhe nuk kishim edhe polen. Ja kolonia bas e cila domethënë kemi konstatuar se do ndrrim të qetë. Sigurisht se duhet të ketë ndonjë çibuk tjetër. Mashallah pas ka zbardh kornizat. Nga lart shifat se ka sjellje të nektarit. Bagrin e kemi. Shofim kjo kornizë ka me ushqim. Edhe këto kemi pjellë me se e shof. Sepse ashtu tregojnë shenjat nga lart. Kemi dhe ja direkt në çibuk. Mashallah, shif. Si që kemi thonë se kjo mbretresh mund të krijojë çibuk prapë dhe mund të jenë shumë cilësor. Perfekt. E kapëm direkt në moment. Dhe ja ku po ushqen, bleta punëtore po ushqen larvën e mbretreshës. Perfekt. Shifeni çfarë pjellje ka kjo mbretreshe, e cila dëshiron të ndrrim. Ajo tani çka duhet bëjmë, nuk guxojmë ta shkundim. Nuk guxojmë ta shkundim për arsye se larva e mbretreshës bie poshtë dhe kemi humb fare. Ajo çka duhet ta bëjmë është ta verifikojmë a kemi mbretreshën, këto është me ngjyrë. Nëse nuk është mbretresha e fusim siç është kështu. Shohim larvën. Perfekt është, me qumsht është plot qumsht. Mbretresha nuk është këtu, sepse ka ngjyrë, ju thash. Edhe nuk lodhemi fare, ka për momentin edhe kështu që çibukun ta ngelim nga mbrapa. Larg portës, nga nxehtësia. Perfekt. Nuk ka nevojë për ngushtim. E mbyllim. Dhe me kolonien mbaron punë. Ajo çka duhet bëjmë këtu, duhet të fusim një kornizë bosh. Marrim shpejt një kornizë dhe kthehemi. A është kornizë e mirë? Po, është kornizë që bletat i kanë marrë mjaltin. Ne fusim me shumë kujdes. Pa pas nevojë ta kontrollojmë gjithë kosherën. Mund t'i japim një kontroll pastaj, shohim mos vallë kemi të tjerë çibuk, por tani për tani sa për intervenim tek nukleusi mbarojmë punë. E mbyllim. Dhe puna mbaroi. Kjo du të shënojmë një letër kur kemi vendosur çibukun. Domethënë jemi 16 maj, kemi vendosur çibuk. Të dashur vletar, kjo ishte sa i përket pjesës së dytë
ku kemi bë 2 ndarje me Amzor. Shpresoj të kisha qenë i qartë. Nëse keni ndonjë paqartësi ose ide më të mirë, keni mundësi që të komentoni për fund. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, keni mësuar diçka të re dhe keni arsye, mund të na shtypni një like, ta ndani me një mik pjesën e dytë si dhe pjesën e parë. Nuk do të ketë pjesë të tretë për arsye se këtu do të fekondohet kjo. Nëse nuk fekondohet me sukses, atëherë mund të bashkojmë me kolonien që e kishte mbretreshën aktive. Kjo ishte e gjitha. Unë ju përshëndes dhe shihemi në një epizod tjetër. Mirëmbëjtje dhe ju dëshiroj një sezon me plot mjalt. Like.